nga pagesat elektronike do të kalojmë tek shpenzimet mujore të familjeve shqiptare. Në anketën e përvitshme që publikon Instituti Statistikave lidhur me shpenzimet e familjeve ka rezultuar se për vitin 2024 një familje me afro 4 persona i nevojiten 93.000 lek në muaj për të jetuar mesatarisht. Kjo shifër është gati 1.5% më shumë në raport me vitin 2023. Sa i përket strukturës së shpenzimeve, ato mbeten të pandryshuara ndër vite. 40% e këtyre shpenzimeve, pra e 93.000 lekshit, rezulton se shkon vetëm për ushqime dhe ushqime pra dhe gjërat bazike. Më pas 1% e tyre, 9.6% janë shpenzime që shkojnë për pagesat e ujit, drita dhe qera, dhe 7.1% janë shpenzime që shkojnë për transportin, dhe ndërkohë pjesa tjetër janë arsim, shëndetësi, restorante dhe hotele. Duhet thënë që kjo strukturë shpenzimesh mbetet pothuajse e pandryshuar ndër vite. Por si është niveli i shpenzimeve referuar edhe qarqeve në vend dhe qyteteve në vend. Sigurisht Tirana ka edhe nivelin më të lartë të shpenzimeve me afro 100.000 lek në muaj, ndërkohë që pasaj është Korça me shpenzimet më të larta dhe më pas vjen Durrësi. Ndërkohë dy qytetet që kanë mbetur historikisht të tilla me shpenzime nivelin më të ulët të shpenzimeve mbetet Kuksi dhe Dibra, përkatësisht me 75.000 lek shpenzime në muaj, pra që i nevojitet një familje për të jetuar. Po si ti kuptojmë më mirë këto shifra? Pse shpenzimet rriten vit pas viti, po mirëqenia arritet e familjeve shqiptare? Do të analizojmë pikërisht këto shifra me të ftuarin tim që është ekspert i ekonomisë, zoti Ergis Sefa. Përshëndetje, faleminderit që na kozon. Faleminderit të ftesën. Ergis, në pamje të para, këto shpenzime, këto shifra që ne i themi vit pas viti, pasi edhe Instati sigurisht pas publikimit të Instatit, kemi një rritje të shpenzimeve 1.5% në 2024, që i nevojitet një familje për të jetuar, pra me 93.000 lek mesatarisht. Po si ta kuptojmë këtë shifër? Kanë rritur shpenzimet familjet? Është rritur standardi i jetesës? Janë rritur çmimet? Unë do thoja më shumë janë rritur çmimet, si të mos harrojmë dhe një faktor të rëndësishëm. Gjatë kësaj kohe, gjatë këtij viti kemi pasur dhe një rënje, një zhvlerësim të vazhdueshëm të euros kundrejt lekut. Po të shikoni, shpenzimet janë rritur në 1.5% në lek, po nëse do ta bëjmë në vlerë absolute në euro, do të shikojmë që kemi një rritje pothuajse dyshifrore për shkak edhe të zvogëlimit të raportit ndërmjet lekut dhe euros, ku euro ka rënë. Një gjë që të bën përshtypje është fakti që nëse shikojmë parametrat makroekonomik, ne kemi një rritje të mirë. Edhe tremujore fundit ishte 3.5%, rreth 3.5% rritje. Ekonomike. Ama nëse rritje ekonomike në përgjithësi për vendin, po nëse shikojmë në nivel mikro tek shporta e familjes, vazhdojmë të qëndrojmë pothuajse në të njëjtin nivel, që do të thotë ka disa vite që vendi edhe pse rritet në aspektin makroekonomikisht, individi apo familja nuk është se po e ndjen këtë rritje të mirëqenies. E kemi thënë, në fakt e kemi trajtuar edhe herë të tjera që duhet jetë një rritje mbi 5-6% që të ndihet në një mirëqenie në buxhetet e familjeve, por për të analizuar pak strukturën e shpenzimeve, mbetet thuajse pandryshueshme dhe më e larta edhe krahasuar me vendet europiane, niveli prej 40% që shkojnë për jetesën bazike, pra ushqimet, që janë 40%, shto këtu edhe pagesat e faturave ujë drita, pra gati 55% e shpenzimeve mujore janë vetëm për jetesën bazike. Eksakt, shiko, po të marrim 3 nevojat bazë, sipas shkallës Maslow të njeriut për mbjetesën, që janë ushqim, veshmbathje dhe strehim, ne harxojmë më shumë se gjysmën e buxhetit ton, të ardhurave tona pikërisht për këto. Pra ne jemi akoma në nivelin e mbjetesës. Që ta kuptojmë më mirë dhe qytetarët, po të bëjmë një krahasim dhe nuk po marr mesataren e BE-s, sepse aty jemi larg. Edhe me rajonin, asnjë vend tjetër në rajon në Ballkanin Perëndimor nuk e ka, përveç Kosovës që na afrohet në këto terma, nuk e ka 40% të ardhurave harxhim për shportën bazë. Të gjitha kanë më të ulët, 30, 33, Kosova na afrohet, na shkon pothuajse 40. Që do të thotë ne nuk kemi konkurrues në aspektin e mirëqenies as me rajonin. Lëre më pastaj mesataren e Bashkimit Evropian apo mesataren e vendeve më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, që është disa fish larg asaj që jemi ne. Po duhet theksuar dhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm, që në strukturën e shpenzimeve ne kemi një fat të madh si vend, sepse shumica e popullatës tonë e ka në pronësi banesën në cilën jeton. Ndërkohë që nuk e kanë vendet europiane. Ndërkohë që shumica vendeve europiane kanë të kundërtën. Pra kanë një shpenzim shumë herë më të madh. Imagjinoni, sidomos me çiftet e reja apo në të ardhmen, ata të cilët duan të kenë një banesë
më vete, që të jetojnë më vete, se sa do të rriten këto shpenzime bazë, për sa kohë që nuk kemi një ulje të çmimeve të shportës bazë, që unë nuk besoj se do të ndodhi diçka tani shpejt, apo një rritje të mirëqëndshme të ardhurave, të cilat vazhdojnë të jenë në një nivel nën mesatarën në listë ekonomike. Po, fakti që kjo strukturë shpenzime Shërgis as nuk rritet dhe as nuk ulet, le të themi, çfarë tregon? Tregon që familjet mbeten drejt një shpenzimit të kujdesshëm, tregon që që standardi nuk lëviz jetesës, jemi në vend numëro, po ndërkohë ne dëgjojmë që në rriten pagat dhe jepen bonuse aq sa mund të jepen për ato pensionet. Kjo të regon që vlera e rritjes pagave dhe për të nisur nga e fundit që ju thatë. Kjo të regon që vlera e rritjes pagave dhe bonuseve që jepen nuk është më e lartë se sa vlera e rritjes çmimeve në treg. Se në fundit nuk ka rëndësi sa më shumë merr në pag apo në bonus, rëndësi ka çfarë blen me ato para. Dhe nëse ti nuk arrin të blesh asgjë më shumë, 1.5% është pothuajse asgjë, do të thotë që realisht ti je pothuajse në vend numëro. Dhe kjo të jep ty, si individ apo si familje, dhe një mesazh tjetër që më mirë tento të kursesh pak, apo të jesh dorështrënguar. Dhe në fakt, po të shikojmë të dhënat e konsumit, dhe shikojmë që konsumi i përgjithshëm, konsumi privat, nuk ka ndonjë rritje të mirëqëndshme. Lidhet kjo, besoj, edhe pak me strukturën e familjes shqiptare, Ergis, vitet e fundit, ne shohim që gjithnjë më shumë familjet po të kurren në numër. Si reflektohet kjo te konsumi dhe tek shpenzimet mujore? Po, e para reflektohet në faktin që ajo që thuhet nga gjithë që tashmë është bërë shumë e shtrenjtë të kesh fëmijë apo të rrisësh fëmijë. Është bërë gati si një luks për të pasur fëmijë. Dhe e dyta, familjet tentojnë të buxhetojnë në ta shtrëngojnë rripin në maksimum që munden. Po kjo ka zgjatur për aq shumë vite sa që në një farë mënyrë është kthyer në kulturë. Dhe jo vetëm është kthyer në kulturë, por ama ato nuk po arrin të gjejnë dhe mënyra tjera për të shtuar numrin për të shtuar të ardhurat që ato kanë. Dhe ky është problemi vërtet. Nëse familjet nuk arrin të gjejnë mënyra për të shtuar të ardhurat dhe këto të ardhurat t'i kthehen në mundësi konsumi më të mëdha, nuk do të kemi një rritje as pak të mirëqenies, jo më të kemi një rritje të ndjeshme të mirëqenies. Nga ana tjetër, duke qenë se ne po kemi rritje ekonomike, kjo të çon drejt një treguesi tjetër që është akoma dhe më i dëmshëm, rritjes pabarazisë. Pra kemi një pjesë të madhe të familjeve, shumica dërmuese, të cilat janë me këtë rripin e shtrënguar, ndërkohë nga ana tjetër kjo rritje ekonomike diku do shkojë dhe janë ato pak duar, le të themi, të cilët grumbullojnë gjithmonë më shumë të ardhura. Në fakt, ne e kemi dhe këtë thellimin e pabarazisë për sa i përket të shpenzimeve, kur thamë që Tirana është sigurisht metropoli që ka konsumi dhe shpenzimet më të larta, por Kuksi dhe Dibra vijojnë të mbeten qarqet me nivelin më të ulët të shpenzimeve. Kjo për shkak edhe të reduktimit në minimum të popullsisë në këto vende. Jo vetëm kjo, por edhe nëse shikojmë dhe korrelojmë me nivelin e të ardhurave dhe mundësitë për punësim të ardhurave, Kuksi dhe më pas Dibra janë dy qarqet më të varfra në aspektin e të ardhurave dhe mundësive për punësim apo gjenerimit të ardhurave. Pse theksoj mundësive për punësim? Sepse mbi 85% e të ardhurave që kanë familje shqiptare vinë nga puna, nga punësimi, nuk vinë nga investime apo nga bizneset tjera. Dhe këto dy qarqe, duke qenë se kanë nivelin më të ulët të mundësive për punësim, detyrimisht kanë të ardhurat më të vogla dhe si pasoj kanë edhe koston më të lirë të jetesës. Shto dhe këtu faktin që një pjesë e mirë e tyre nuk ndodhen më në vendet e tyre, kanë emigruar, Londër, Belgjik, Zvicër me radhë. Po Korça, Ergis, pse rezulton qyteti i dytë pas Tiranës, pra me nivelin më të lartë të shpenzimeve? Është interesante që Korça vitet e fundit ja ka ndihmuar shumë turizmin sezonal. Korça është kthyer në një qendër sidomos në pjesën dimrore. Turizmi sezonal dhe tërheq shumë edhe nga Tirana për turizm sezonal, plus edhe nga turistët nga turizmi përgjithësi i huaj që na vjen vend. Dhe është vënë re ky trend që në vitet e fundit Korça është krijuar si një hub, nëse mund të përdor një term anglisht, si një zonë e vogël në të gjithë Shqipërinë juglindore, ku kemi një fluks më të madh turistësh dhe si pasojë kemi një kërkesë në rritje e cila ka bërë që të rritet kosto e jetesës. Dhe nga ana tjetër, rritja e kostos së jetesës ka bërë që të rriten edhe shpenzimet që kanë familjet. Por kujdes, sepse nuk është se janë të ardhurat në kosh, por rriten më të njëjtën shpejtësi që po rriten dhe shpenzimet, dhe kjo në një të ardhur të afërt mund të sjellë një problem të madh. Po, nëse përdorim këtë argument dhe këtë logjik, Ergis, nuk mund të themi që mund të jetë edhe Vlora, sepse edhe ajo ka një turizëm të konsiderueshëm, mund të jetë Saranda, mund të jetë Durrësi,
pse jo? Po, por se ka një karakteristik me këto vende. E para, Vlora, përgjithsisht turizmin e ka në pjesën më në jug, pra në det, në Bregdet dhe jo në qytet. Saranda, e cila ka në Bregdet, ka një faktor shumë interesant. Përveç pak muajve të dimrit, në Sarandë ka minimumi 2 fish më shumë të ardhur, pra turistë, se sa vendas. Që do të thotë janë ato që mbartin edhe shumicën e Kostos, që është në Sarandë. Ai numër i vogël i popullatës që kanë mbetur në Sarandë, janë edhe përfituesit kryesor të turizmit, sepse turizmi jonë në ato zonë është kryesisht turizëm familjar, të jemi sinqert. Dhe shumë shpejt, edhe ato, nëse vazhdojnë po këtë trend, kam përshtypjen se edhe ato do të vuajnë po nga njëjti problematik që po ka Tirana apo kanë qytetet e tjera. Në fakt, nisur me këtë argument, zoti Sefa, që zhvillimet turistike dhe rritja e turizmit në vitet e fundit, një shifër interesante tek shpenzimet mujore familjare ishte dhe zëri i mobilimit dhe i përmirësimit për atë kushteve të jetesës, të mobilimit, të arredimit në shtëpi. Kjo lidhet, besoj, më së shumti me tregun e qirajdhënies apo jo? Airbnb. Sepse kemi gjithmonë Airbnb, po rritet numri apartamenteve që jepen, por kemi edhe nisjen e vitit të ri akademik që studentët marrin një shtëpi me qira. Apo kemi të bëjmë edhe me faktin që sigurisht shqiptarët janë edhe pak të dëshiruar për të patur investime apo për të patur një shtëpi pak më... Nuk ishet edhe ky si argument, po do ishte i treti do thënë në radhë. Nëse do shikonim rrëdhitjen, sepse nuk na korrelojnë me shifrat e të ardhurave, duhet parë pra këto persona që mobilojnë, a kanë të ardhurat për ta bërë. Padyshim mbi gjysmën, mos të mbi 60% të tyre e zënë pikërisht ato që janë për qëllime në thonjë za investimi. Ato që jepen për Airbnb apo qira ditore, sidomos në zonat bregdetare, por dhe në qytetet kryesore. Është vënë re një rritje në Tiranë, është vënë re një rritje edhe në Shkodër, pasi ka një rritje të fluksit turistëve. Korça gjithashtu. Qytetet bregdetare as nuk vehet në diskutim. Dhe kjo rritje e fluksit, kjo rritje e shpenzimeve për mobilim kryesisht në këtë lloj kategorie është edhe justifikuar, sepse këtu kemi dhe kreditën më të madhe, kreditën e vogël më të madhe, sepse ato presin që t'i kthehet investimi pak më shpejt për shkak se do japin me qira për turistët. Është pak më i vogël ai studentëve, sepse studentët janë jashtëzakonisht të përqendruar kryesisht në 2-3 qytete kryesore, aty ku është edhe grumbullimi i universiteteve kryesore, dhe për shkak të buxheteve familjare, studentët po kanë një tendencë ose grumbullohen bashkë, pra që të ndajnë shpenzimet e qerat, ose tentojnë tek familjar apo të njohur të tjerë në mënyrë që të ulin shpenzimet, sepse njëkohësisht aty është rritur edhe vlera e pagesës që kanë në për universitetet që kryejnë, qoftë publike apo qoftë private. Dhe në fund do thoja mund të ishte kjo pjesa e mobilimit estetik apo mobilimit... E dëshirës për të pasur pajisje të reja apo mobilim të ri. Padyshim që ndodh, por është duke krijuar një grup i vogël shoqëror. Nëse shokojmë agregatin përgjithësi, në agregat kjo nuk është... Nuk dominon. Nuk dominon, absolutisht jo. Për ta përmbledhur, Ergis, me këto të dhëna dhe me këtë anketë të publikuar nga Instituti Statistikave, çfarë mund të themi? Vazhdojnë familjet shqiptare të jenë në nivelin e mbijetesës, apo kemi një dalje nga ky status dhe jemi në shpenzime të kujdesshme, se mirëqenie pak e vështirë për ta thënë si fjalë, apo jo? Po e them lidhur me, po e korreloj me shifrat në cilat na jep edhe Banka Botërore dhe FMN-ja. Rreth 40% e familjeve shqiptare, sipas tyre, janë pothuajse në nivelin e varfërisë, pra janë pak mbi nivelin e varfërisë. Dhe rreth 20-25% të tjera janë afër mesatarës, por janë në nivelin e shtresës mesme mesatare, pra bën pothuajse 2/3. Po të shikojmë shifrat që kanë nxjerrë stati, këto korrelojnë plotësisht, ku ne kemi rreth 55% shpenzimeve që janë pikërisht për ato që janë nevoja bazë. Pra kemi pjesën më të madhe të familjeve shqiptare që janë nën të ardhurat mesatare, nën shtresën e mesme drejt varfërisë. Dhe ndaj këtu i kemi të dyja grupet. Kemi atë grup të cilin janë vërtet për mbjetesë dhe aq munden, dhe kemi dhe një grup tjetër, rreth 20-25% familjesh, ose ndoshta deri në 30%, të cilët tentojnë të jenë të kujdesshëm. Pse? Sepse një lëvizje e vogël në të ardhurat e tyre, pra 2 muaj, 3 muaj papunësi, mund t'i çojë shumë shpejt ata drejt varfërisë. Drejt t'i afrojë drejt varfërisë, kështu që tentojnë që të jenë pak më të kujdesshëm. Dhe për ta mbështetur dhe më fort këtë, po të shikojmë depozitat bankare, do të shikojmë që shqiptarët kanë një nivel kursimesh goxha të larta, në bankat tona kanë literalisht miliarda euro që flehin. Po, është vërtet. Sepse pikërisht
ato familje, ato pak që kanë mbi, tentojnë ta kushtojnë dhe ta konsumojnë. Nga ana tjetër, kjo na dëmton ekonominë sepse frenimi i konsumit, frenon prodhimin e kështu me radhë. Pra, për ta përmbyllur, vazhdojnë pjesa më e madhe e familjeve shqiptare të jenë në nivelin e mbijetesës. Fatkeqësisht po. Falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit për ftesën. Nderuar miq, ne kemi shkëputje publicitare dhe do vijojmë të flasim edhe në pjesën e tretë e emisionit lidhur me shpenzimet mujore të familjeve, por par nga këndvështrimi se çfarë tipologjie konsumatori kemi bazuar në nivelin arsimor. Vetëm pas pak.